Në email të lidhura me milionerin amerikan të ndjerë dhe të denuarin për krime seksuale, Jeffrey Epstein shfaqen pretendime se trunga persona të vdekur në Maqedoni janë ngrirë dhe transportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku gjoja janë përdorur për qëllime kërkimore. Në kuadër të një studimi shumëvjeçar shkencor mbi vetvrasjet, shkencëtar amerikan të lidhur me Universitetin Columbia kanë krijuar një bank të trurit njerëzor për qëllime kërkimore. Koleksioni përmban rreth 1000 tru, përfshirë mostra nga persona që kanë kryer vetvrasje dhe mostra kontrolli. Maqedonia përmendet si një nga vendet që ka kontribuar me mostra përmes bashkëpunimit me shkencëtarët të Universitetit Columbia. Në tekst theksohet se trut nga Maqedonia janë hequr pas vdekjes, janë ngrirë menjëherë, janë transportuar në SBA për qëllime shkencore dhe janë etiketuar e arkivuar sipas rregullave. Mira trur njerëzor të shtetasve Maqedonas kanë përfunduar në shitje. Zbulojnë dosjet e pedofilit Jeffrey Epstein, thuhet në posti. Epstein, sipas pretendimeve, ka dhuruar shuma të mëdha për kërkime mbi trurin e njeriut, ndërsa mostrat kanë qenë nga qytetarë të Maqedonisë. Shteti i vogël ballkanik Maqedonia siguron trurët më të freskët fal një antari të stafit të Universitetit Columbia që vjen prej andej dhe që ndihmoi në organizimin e gjithë procesit. Sipas informatave të pakonfirmuara, operacionin e dërgimit të trurëve nga një klinik në Shkup drejt një universiteti prestigjioz amerikan e ka organizuar një person i njohur me origjinë nga Shkupi, i cili thuhet se u bë profesor në atë universitet dhe veproi si ndërmjetës i trurëve, për çka dyshohet se është shpërblyer.